për një paqe afatgjatë në lindjen e mesme. Si e vlerësove këtë moment dhe pastaj do dalim në detaje se çfarë përfaqëson ky plan. Më vjen keq që do t'i kundërshtoj që në fillim, pra ju e quajtot një arritje të madhe dhe një plan paqe afatgjatë. Unë nuk e quaj as pak arritje. Kjo që është paraqitur, pra ky plani i Trumpit që është paraqitur për 20 pikash, nuk është as plan paqe dhe as strategji zgjidhje. Nuk është as njëra nga këto dyja. Është thjesht një riciklim i dominimit. Është një riciklim i kolonizimit të Gazës i veshur me diplomaci teatrale. Është një kolonizim i ri i paraqitur së fundmi, i cili nuk ndryshon as pak nga kolonizimi nga plani paraqitur nga Bideni, pra është pothuajse i njëjti 90% është i njëjti plani paraqitur nga administrata Biden. Si plan? Si plan? Pra nuk ka asnjë ndryshim nga ajo, vetëm ka disa specifika të veçanta, pra një 10% janë çështje specifike që e bëjnë atë dhe të duket, por në realitet është po i njëjti plan. Pra parimisht kemi të njëjtën nuk ka ndryshuar asgjë me Bidenin. Asgjë me Bidenin. Është po ajo pikë. Po ato pika të Bidenit, po këto. Vetëm se Bideni e kishte me 11 o 12 pika, këta kanë bërë me 20, kanë shtuar disa, pra nuk ka asnjë ndryshim në aspektin, pra. Qëllimi i saj është që të shuaj totalisht, pra qëllimi nuk është të vendosi paqen, qëllimi është të shuaj totalisht rezistencën e armatosur dhe çdo lloj rezistence tjetër të popullit palestinez në Gaza dhe kryesisht edhe në bregun perëndimor. Dhe me anë të kësaj të legjitimoj agresionin e armatosur fashist të ushtrisë izraelite në Gaza, të legjitimoj grabitjen e pronës nga kolonët izraelit dhe të legjitimoj genocidin që shteti terrorist i Izraelit është duke bërë ndaj popullsisë të pafajshme palestineze në Gaza. Kjo është qëllimi i kësaj. Dhe të instaloj aty një qeverisje të huaj të kontrolluar. Dhe instalimi i kësaj qeverisje edhe ajo ka, pra instalimi nëpërmjet kësaj qeverisje që duhet kërkon të instaloj, kërkon të fshijë të rezistencën, pra të ndalojë të rezistencën, për arsye se këta kolonizatorët e bardh fashist nuk e kanë kuptuar dhe nuk kanë për ta kuptuar asnjëherë, as më përpara, as sot dhe as nesër, që ata mendojnë se rezistenca armatosur është një gabim burokratik. Rezistenca armatosur nuk është gabim burokratik, nuk është një gabim teknik të cilin ti mund ta korrigjosh. Rezistenca armatosur është arkitekturë që ka lindur për shkak të pushtimit. Është refuzim ndaj nënshtrimit, refuzim ndaj pushtimit e ngritur me gjenerata, pra nuk është se lindi sot. Ky është i gjithë qëllimi i kësaj plani, dhe po ta shohim, hajde ta shohim. Po, ta shohim edhe pikë për pikë për ta kuptuar, domethënë çfarë nën kupton dhe ai realizon, fjala vjen pritshmëritë e Izraelit, ai realizon pritshmëritë e Hamasit, sa i realizon. Është i bërë në 20 pika, të cilat mos të hyjmë te 20-a, po këto 20 pika ndahen në 6 kategori. Kategoria e parë është ndalimi i luftimeve dhe lirimi i pengjeve. Kategoria e parë. Kategoria e dytë ka tërheqjen e forcave izraelite dhe çështjen e sigurisë në Gaza. Kategoria e tretë është qeverisja dhe mbikëqyrja. Kategoria e katërt është ndihmat humanitare dhe rindërtimi, pra që kanë ata. Kategoria e pestë është zgjidhja politike dhe çështjet e afatgjata që u thatë. Pra kryesisht në 5 kategori. E qartë. Tash i villojmë te e para, ndalimi i luftimeve dhe lirimi i pengjeve. Në këtë përfshihet ndalimi menjëhershëm i luftimeve. Pra ndalimi i luftimeve aktualisht i përshtatet edhe Izraelit edhe Hamasit, sepse të dyja është një nevojë që të dyja palët e kanë nevojë ndalimin e luftimeve për momentin. Pra i përshtatet të dyjave. Dhe pastaj kemi detyrimin e Hamasit për të liruar të gjitha pengjet që ka, pra edhe ata të gjallë, ata të vdekur, nga 48 deri në 72 orë. Ndërsa Izraeli do liroj vetëm 1000 të burgosur palestinezë, të cilët i ka arrestuar në këto 2 vite luftim. Por ama do kemi një parasysh. Me dënim për jetë, burgim për jetë. Po, por ama kemi një gjë parasysh. Në këto 2 vite Izraeli nuk ka arrestuar, nuk ka ndaluar 1000 palestinezë, ka ndaluar 8000 palestinezë nëpërmjet një direktive administrative që i jep atij të drejtën të mbajë të burgosur palestinezët pa akuzë. Dhe në këta 8000, 3400 janë gra dhe fëmijë. Pra do liroj vetëm 1000 nga këta 8000, ndërkohë që 3400 të tjerë janë gra dhe fëmijë.
Pra, kur themi fëmijë në adoleshent, në aspektin e adoleshencës, nuk janë fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç. E qartë. Për adoleshent. Pra në këtë aspekt Izraeli deli fituar sepse Hamasi duhet të lirojë menjëherë pengjet, gjitha pengjet. Ndërkohë që edhe Izraeli ka marrë pengje. Këta 8000 që i ka marrë në këto 2 vjet janë pengje që të marrë edhe nga Izraeli, sepse derisa mbahen pa akuzë, vetëm me një urdhër administrativ, domethënë është peng. Mbahen pa akuzë, janë të shoqëruar. Kështu e ka ligji, janë të shoqëruar pa akuzë. Quhet shoqërim administrativ, sipas ligjit të Izraelit dhe nuk mund t'i vësh akuzë. Mund ta mbash deri në 3 vjet pak të akuzë duke shtuar çdo 6 muaj të drejtën administrative, pra të mbajtjes. Dhe menjëherë pas kësaj, brenda kësaj pike, pra brenda kësaj kategorie është çarmatosja e Hamasit dhe amnisti. Pra që do thotë që Hamasi të dorëzojë të gjithë, pra kërkoj rezistencë armatosur të shuhet, pra të mos kemi më rezistencë armatosur dhe Hamasi të dorëzojë të gjithë armatimin. Është pika e 6. Dhe kjo amnistia parasheh një amnisti pra të luftëtarëve, pra domethënë identifikim të luftëtarëve, sepse thotë amnisti për personelin ja, është këtu, dritan. Po, është pika 13, po. Demilitarization will be supervised, pra demilitarizimi do të supervizohet dhe monitorohet në mënyrë të pavarur nga një program i financuar ndërkombëtarisht. Do me thënë që ti do shkosh në identifikimin e pjesëtarëve të Hamasit për të bërë amnistin për ta. Dhe pasi ti bën identifikimin e pjesëtarëve të Hamasit, atëherë shumë e lehtë nesër për Izraelin ti eliminoj ata. Pra ti e di se kush janë gjithë anëtarët e Hamasit. Pra kjo do thotë një database, shërënjosje totale të rezistencës nesër. Pastaj i merr të dhënat, database të dhënat sakta se kush janë, kush nuk janë. Pra kjo është. Pastaj vim te kategoria e dytë, tërheqja e Izraelit dhe siguria, pra. Pika thotë që Izraeli do fillojë të tërhiqet gradualisht, por ama do të mbajë perimetrin e sigurisë, do me thënë gjithë kufiri i Gazës sërish do të jetë në kontrollin e Izraelit. Pra apartheidi do të ekzistojë. Rrethimi, po themi. Absolutisht, do të jetë nën kontrollin e ushtrisë izraelite dhe Izraeli do mbajë edhe një buffer zone, pra një zonë tampon zone, sigurie. Pra do vazhdo të mbajë të pushtuar edhe një pjesë të territorit të Gazës. Pra kjo nuk është tërheqje. Ndërkohë që Gaza para tetorit të 2023-shit nuk ishte nën kontrollin e Izraelit. Pra kjo jep kontrolli Izraelit Gazës. Pra shikoni kjo buffer zone, që shihni këtë me gri këtu, kjo me fiza. Pra ky do të jetë një territori që do të jetë nën kontrollin e ushtrisë izraelite. Pra sërish, pra kjo ishte me viza këtu. Po, me viza. Izraeli para 2 vitesh ishte këtu. Tash Izraeli ka ardhur këtu i gjithi. Pra do thotë reduktim edhe më tepër i territorit të Gazës. Nën kontrollin e Izraelit. Dhe prezencë e shtuar ushtarake. Më përpara ishte gjithë këtej, por ama kjo zona ishte me mur dhe kishte pika kalimi. Nëse tashmë nuk ka më mur, tash është gjithë ushtria izraelite vendosur. Ky është plani i tërheqjes drejtanë. Plani i tërheqjes, po. Kjo me blu është janë aktualisht ku janë trupat e ushtrisë izraelite me ç'po lexoj aty. Current line of control. Po. Komplet kjo pjesa e bregut detit tu, sepse kanë nevojë. Viza e verdhë ka këtë momentin ku tash do filloj gradualisht, pra kjo është tërheqja graduale, por ama në këtë plan nuk ka një afat për tërheqjen graduale. Dhe aty e përcakton qartësisht që tërheqja graduale atëherë kur Izraeli e shef që siguria ekziston. Pra kur e vendos Izraeli, dhe Izraeli mund thotë që nuk janë pjekur kushtet e sigurisë, unë të rriqem dhe do ta mbaj. Ç'do bëjmë? Pasi Hamasin e kemi çarmatosur. Pasi peqët i kemi marrë, atëherë kush do luftoj? Po. E qartë. Pra, këtu mbetemi te kjo pikë që nuk ka. Po. Dritan, në këtë pikë kjo është për oponentët. Dhe thotë, do qëndrojnë dhe forcat izraelite do qëndrojnë atje thotë në Gaza, derisa ato do të qëndrojnë, do mbajnë këto territoret derisa ata ta shohin të arsyeshme. Pra domethënë një pushtim pafund i Gazës. Pra legjtimon pushtim të pafund të Gazës. Pra i marrë që do të rriqemi, po kur ta shohin të arsyeshme. E qartë. Ndërkohë, po, drejton, ne vazhdojmë se pastaj do bëjmë. Pastaj vim te pika te kategoria tjetër thotë qeverisja dhe mbikëqyrja. Qeverisja do të bëhet nga një qeverisje nga ekspert të huaj dhe nga teknokrat palestinez apolitik. Por këta qeveristar të huaj, pra këta ekspert të huaj qeverisës dhe këta teknokrat palestinez apolitik do të miratohen nga një bord dhe ky bord i kryesohet nga Trumpi. Pra nga një bord. Imagjinoni tashmë Trumpi është ai i cili po jep mbështetjen genocidit në Izrael dhe nesër Trumpi do të caktojë njerëzit që do përcaktojnë se kush do jetë në këtë qeverisje. Pra a ka dyshim se në këtë qeverisje nuk do jenë të gjithë filo Izraelit? E qartë. I udhëhequr nga Trump për ta mbikëqyrë qeverisjen e pas luftës. Po. Pra, këtu jemi sërish te një qeverisje, një
një qeverisje kuislinge të re. Po tashmë kjo qeverisje kuislinge jo më e zgjedhur nga palestinezët, pra siç është autoriteti palestinez, por tashmë qeverisje kuislinge e përcaktuar dhe zgjedhur nga vetë izraelitët nëpërmjet Trumpit. Pra tashmë do të ketë me këtë bëhet një kontroll total administrativ, se deri tash nuk e ka pasur kontrollin administrativ. Pra tashmë merr edhe kontrollin administrativ të Gazës. Totalisht, përveç se kontrollin ushtarak që po i legjitimohet, do jepet edhe kontrolli administrativ i kësaj. Domethënë, pastaj vim te katërta, ndihma humanitare dhe ndërtimi. Ndihma humanitare parashikohet që të funksionojë ndihma humanitare sipas marrëveshjes së 19 janarit 2025. Në marrëveshjen e 12 janarit 2025 parashikohet që në ditë të hynin vetëm 200 deri në 300 kamion ndihma. Ndërkohë që sipas organizatës ndërkombëtare TOKB-s, të asaj që merret me ndihmat humanitare, pra Human Watch, si e ka Humanitarian Watch, ajo përcaktonte që Gaza ka nevojë për 600 kamion në ditë. Ndërkohë që sipas marrëveshjes të 19 janarit, hynin vetëm 250 deri 280 kamion në ditë. Pra sërish, si do të mbajnë? Do të mbajnë në aspektin e urisë, pra neve ju japim si punë, do të trajtohen si kafsh, palestinezët, pra ne ju japim ushqim, aq sa juve sillen e mirë. Në rast se juve do silleni më mirë, ne do japim më tepër ushqim. Në rast se juve nuk sillen e mirë, ne do ja paketojmë, do ja reduktojmë ushqimin. Pra nuk konsiderohen si qenie humane palestinezët. Në këtë marrëveshje që ka, në këtë propozim që ka bërë Trumpi, konsiderohen si qenie subhumane. Pra atë që thoshte Izraeli që i quante Netanyahu Amalek. Pra kafsh. Në emërtimin biblik. Amalek. Dhe të tillë vazhdojnë të konsiderohen edhe në këtë propozim të Trumpit. Ndërsa rindërtimi do të bëhet sipas planit Trump. Do me thënë sipas planit Trump për rindërtimin e rivjerës, do me thënë në gjithë territori veriut të Gazës do merret nën kontrollin, do mbahet nën kontrollin e ushtrisë izraelite, nuk do lejohet popullata të shkojë dhe Trumpi do ndërtojë atje atë ëndrrën e tij të rivjerës, sepse kështu përcakton qartësisht sipas planit Trump thotë. Plani të propozuar Trump, plani i propozuar Trump është ajo riviera që Trumpi propozoi. Pra sërish shkojmë te grabitja e tokës dhe legjitimiti i grabitjes të tokës të këtyre. Dakord, por ama thotë edhe që Izraeli nuk do ta pushtojë apo ta aneksojë Gazën. Po nuk kanë pika e 16. Pika e 16, të thuash nuk do ta pushtosh, pra kur ti e miraton pushtimin, pra në ti thua që do tërheqja do i varet, tërheqja ushtrisë izraelite do të varet nga Izraeli, pra kur ta shoh Izraeli të arsyeshme që janë mbushur kushtet e sigurisë. Po, sigurisë. Kjo do thotë që ti e ke trupat në terren, pra e ke të pushtuar. Nuk do ta aneksosh, po ti e kontrollon, nuk e anekson që ta marrësh ti totalisht, por ti legjitimon një qeverisje të huaj të cilën e kontrollon ti. Pra kemi një ekstraterritorialitet izraelit në këtë aspekt, të kontrolluar po nga Izraeli nëpërmjet të huajve. Po thotë, mund të çojë në një më pas kjo mund të çojë tek realizimi i një te pika 19 thotë, ndërkohë që stabilizohet Gaza dhe avancojnë reformat palestineze, kushtet mund vinë në pikën për një rrugë drejt një shteti dhe vetëvendosje palestineze. Po e ka përcaktuar. Në momentin që do të kemi një shtet, pra në momentin që do të kemi një deradikalizim, pra që do të bëhet deradikalizimi i tyre, demilitarizimi i tyre. Do me thënë, vim në të njëjtat kushte që u vendosën Gjermanisë kur mbaroi lufta e dytë botërore, e cila u nda në dy pjesë. Një pjesë e mori ky perëndimi neonazi-fashist dhe një pjesë e mori këta internacionalistët e lindjes, pra Rusia. Dhe ata vendosën dhe ndarja u bën mbi këtë aspekt. U nda sepse duke qenë se Gjermania naziste ishte baza kryesore për nazizmi, atëherë do t'i ndajmë ta që ti denazifikojmë, deradikalizojmë, ti paqizojmë dhe të rindërtojmë. Dhe sa shkoi kjo ndarje? 45 vjet. Pra e njëjta gjë, do me thënë për 45 vjet të tjera. Gaza do të mbetet në këtë kontrollin e huaj, e menaxhuar dhe e kontrolluar nga Izraeli. Pas 45 vjetësh ndoshta neve mund të deduktojmë që juve jeni deradikalizuar dhe atëherë juve mund të nisni një proces, pra në atë kohë mund të nis procesi, thotë, i ribashkimit për një shtet, pra të nis procesi. Atëherë procesi i shtetit palestinez ka nisur në vitin 1993 për herë të parë. Dhe në 94 janë akordet e Oslos. Shteti palestinez. Pra nga 94 deri tash kemi këtë procesin e bërjes së shtetit palestinez, i cili bën tash 30 vjet. Pra do me thënë që
45 vjet do t'i mbajnë të ndarë për t'i demilitarizuar dhe për t'i radikalizuar, dhe pasi të vendosim që janë demilitarizuar dhe atëherë do të bëjmë edhe 30 vjet tjera për të bërë shtetin palestines. Pra do me thënë, edhe 75 vjet dhe 100 vjet tjera, pra edhe një shekull. Edhe një shekull Palestina dhe Gaza do vazhdojnë të mbeten të pushtuar dhe të kontrolluar nga Izraeli. Ky është plani për këtë aspekt. Dhe vetëm këtë qëllim ka. Ndërkohë do ta kuptojmë në këtë aspekt planin. Pra, unë ju kam sjellur këtë foto për të parë. Donald Trump paraqet imponimin. Pra ky po imponon një plan rikolonizimi të ri të Palestinës. Netanyahu paraqet kontrollin. Pra ky e ka aktualisht në kontroll Gazën dhe kërkon ta mbajë nën kontroll. Dhe e pranon këtë plan për arsye se ky plan është totalisht ideja e Izraelit për ta rivënë nën kontroll dhe për ta rifutur nën kontrollin e vet Gazën. Jo nëpërmjet direkt Izraelit tash, por nëpërmjet një entiteti të huaj të menaxhuar nga Donald Trumpi. Ndërsa Yahya Sinwar paraqet rezistencën ndaj kolonizmit dhe ndaj imponimit. Pra rezistencën e një populli që do të vazhdojë, sepse ky lloj imponimi nuk e ndalon dot rezistencën. Ky lloj imponimi që Hamas nuk ka dhënë ende një përgjigje, Hamas ka dhënë një përgjigje, e dha sot në orët e para të mëngjesit, për arsye se mbrëm në darkë i është dhënë me shkrim. Kjo dhe njëri nga udhëheqësit e Hamasit. Unë e pash, po mund merret si qendrim zyrtar. Njëri nga udhëheqësit e Hamasit deklaroi që neve nuk e pranojmë këtë, por do të marrim kohën e dur për ta parë në mirëbesim. Kjo është një lojë strategjike politike e Hamasit, pra po për të fituar kohë. Dhe do bëj një kundërpropozim në këtë aspekt. Do ketë edhe një kundërpropozim. Absolutisht një kundërpropozim, duke risikuar disa pika, edhe ato i ka për të rifituar kohë. Dhe për të shkuar drejt një armpushimi një herë. Dritan, mendon se Hamasi do ta pranonte këtë, le të themi, këtë plan të Trumpit? Jo, në asnjë mënyrë nuk do ta pranonte, sepse thash ky plan i Trumpit është rikolonizimi i ri. Sepse Netanyahu e ka pranuar, ndërkohë që Smotrich e ka lexuar si kapitullim të Netanyahut këtë pak a shumë. Shiko, kjo është një lojë e tyre politike që bëhet, duhet kemi një paraçi loja që bëhet midis pushtuesve dhe të pushtuarve. Është e njëjta lojë që bëhet edhe në Kosovë midis Serbisë dhe shqiptarëve në Kosovë. Sa herë që Serbia propozonte diçka, pra dilte Miloshi propozonte diçka, dilin brenda në Serbi rryma të tjera, të cilat ishin të gjitha të kontrolluara nga Miloshi, por gjoja rryma të tjera dhe kundërshtonin ato që Miloshi quanin kapitullime, quanin asgjë. Dhe në moment që ti ke një gjë të tillë, atëherë automatikisht të detyron, pra duke qenë se këta ekstremistët dalin, populli i pushtuar thot unë e pranoj këtë sepse derisa ky ekstremisti nuk e pranon, pra shkohet me logjikën, derisa ky ekstremisti nuk e pranon, domethënë është keq për ta, është keq për ta. Nuk është edhe mirë për mua, po është keq për ta. Dhe ti pranon të keqen më të vogël. E qartë, është strategji për taktik. Taktike që përdorin të gjithë pushtuesit në vendet e pushtuara. Ndërkohë, Dritan, ka patur një reagim të një pjesë të vendeve muslimane, duhet ta kem me atë foton që kishim çfarë regjia, ajo e kuqja, pak a shumë që është edhe reagimi, ja. Ky është ministrat e jashtëm të Katarit, Jordanisë, Emiratet Bashkuara, Indonezisë, Pakistanit, Turqisë, Arabisë Saudite dhe Egjiptit i mirëpresin këto përpjekjet sinqerta të presidentit Trump për të përfunduar luftën. Dhe thelbi i gjës është që do ta mbështesim këtë gjë për shkak se kjo fillimisht i vendos, le të themi, kufirin aneksimit të West Bankut, plus jep premisat nesër për një shtet palestinez. Kjo që këta po thonë, është një deklaratë e këtyre lakejve arab, së bashku me Turqinë, të cilët nuk kanë humbur ka kohë që kanë humbur dinjitetin dhe integritetin e tyre politik, personal nuk e di, po politik e kanë humbur me kohë, dhe janë nënshtruar totalisht zionizmit. Këtu nuk kemi një nënshtrim ndaj Trump, kemi një nënshtrim totalisht ndaj zionizmit. E para, këtyre ju vjen për konvenim kjo punë për arsye se këta duan që Hamasit të zhduket, për arsye se rezistenca armatosur e Hamasit mund të nxjisë rezistencë armatosur edhe të popullsive të tjera arabe ndaj këtyre të nënshtruarve të